Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës peshorës. Do bëjmë leximin e radhës dhe shikoj që kjo javë sjell përballje me ndjenja të thella dhe një nevojë të fortë për të rifituar qetësinë e brendshme. Gjithçka fillon me forcë dhe mbyllet me rikthim e ndjeshmërisë dhe butësisë. 9 të zjarit të dashur tregon që je në një periudhë ku ndihesh i lodhur, por ende nuk je gati të dorëzohesh. Ke kaluar sfida që të kanë testuar durimin dhe vendosmërinë. Por kjo letër të kujton që ke ndërtuar forcë që nuk e ke vënë re ende. Mbaje ritmin, të dashur peshor. Mos e lësho qëndrimin. Je më afër stabilitetit se sa mendon. Letera 0 sjell një frym çlirimi pas tensionit. Kjo letër flet për rindërtim me lehtësi, një fillim të ri, një ndryshim drejt më shumë spontanitetit, a them ashtu, mos u merr shumë seriozisht me gjithçka, lësho diçka nga kontrolli sepse jeta mund të të befasoj pozitivisht nëse jep hapësirë. 9 të arit tregon kujtes për plagët emocionale që ende nuk janë shëruar plotësisht. Kjo javë mund të nxjerrë në sipërfaqe zhgënjime të vjetra ose mendime që të rëndojnë, të dashur peshor. Por qëllimi i kësaj letre nuk është të të trishtoj, por të të tregoj çfarë s'duhet të mbash më me vete. Dhe mos mbaj përgjegjësinë për çdo gjë që ka ndodhur, nxjerrë jashtë, mos e fshe. Nëna e ujit mbyll javën me shërim. Me shërim, kjo është energjia e butësisë, e kujdesit për veten dhe të tjerët. Ke nevojë të qëndrosh pranë gjërave që të ushqejnë, të dashur peshor, emocionalisht. Natyra, njerëzit që të qetësojnë, rutinat të thjeshta. Jep kujdesin që zakonisht ja jep të tjerëve, këtëherë vetes tënde. Liro veten nga nevoja për kontroll, lejoj gjërat të rrjedhin. Mos e shtyp dhimbjen, përballe me qetësi, pastro mendjen. Pra, në thelb kjo javë për peshorën është për shërim, kthim tek ekuilibri dhe çlirim nga e tepërta apo nga çfarëdo që është duke i rënduar. Forca jote nuk është më në përpjekje, por në aftësinë për të butësuar dhe për të rifituar paqen e brendshme që të mund të filloni këtë kapitull të ri, të dashur peshor.